Atëherë situata në qarkun e Dibrës është shqetësuar, gjatë ditës së djeshme edhe në këtë qark patëm rreshje intensive shiu dhe problematika të ndryshme të cilat janë shkaktuar kryesisht në rrugë, patëm bllokim të rrugës nacionale Burrel-Shkuraj, por edhe probleme në rrugën e Arbrit. Ndërkohë sa i përket situatës në Fshatra, duke përjashtuar këtu pasi i gjithë qarku i Dibrës thuajse është në një terren të thyer dhe nuk është se ka shumë problematika sa i përket përmbytjeve. Ndryshe nga rreshtet e fundvitit të kaluar, këtë radhë nuk kemi patur përmbytje të banesave, por kemi patur probleme me çarjen e tokave si pasojë e vërshimit të përrendeve dhe lumenjve. Në disa njësi administrative janë dëmtuar rrugët rurale, rrugët e fshatrave kryesisht, por edhe rrugët e lagjeve që ndërlidhen me njëra tjetrën. Kemi në njësi administrative të Masukullit, në bashkinë e Matit, por edhe në disa njësi administrative të bashkisë së Dibrës dhe të Klosit, ndërkohë më qetë situata ka qenë në bashkinë e Bulqizës. Momentalisht, situata e kushtet atmosferike janë përmirësuar, në rreshtet janë ndaluar. Gjatë natës kemi patur erë të fortë, por jo probleme të cilat mund të pengojnë në vishmërinë apo jetën e qytetarëve.